Në fshatin Kamnjan, në rrezet e Sharrit, rrotullohet ende një gur që ka përjetuar 4 shekuj histori. Është mulliri i vetëm që i ka mbijetuar kohës në këtë vendbanim, ndërkohë që dikur në këtë fshat kanë ekzistuar mbi 11 të tillë. Sot vetëm ky mulli vazhdon të punojë, një dëshmi e gjallë e traditës dhe çndresës. Banorët e njohin si mulliri i Axhës Lut. Për fat të keq, Axhën Lut nuk arritëm ta takojmë, por për historinë e këtij mulliri na foli Mahir Rexhepi, kryetari i bashkisë lokale, i cili me krenari rrëfen për pasurinë kulturore që ende rrotullohet në Kamnjan. Mulliri është i vetmi në kohët e fundit në Kamnjan. Flitet që ka pas edhe mullir tjerë, por për fat keq nuk ekzistojnë më. I vetmi është mulliri i Axhës Lut. Po do ishte mirë Axha Lut të jetë prezent sot këtu, po për fat keq nuk është gjendet. Unë sipas informacioneve Axhës Lut edhe disa qytetarëve të vjetër, sipas rrethonave, mulliri është diku afër 400 vjeçar. Edhe është funksionar, funksionon mirë. Bluhet misër, kollëmbojt më shumë. Nuk e ka kapacitetin e madh, që është sipas nevojës. Sikundra kërkojnë njerëzit, ashtu Axha Lut va përgatitën mielli. Por ky mulli nuk shërben vetëm për bluarjen e drithit, ai është kthyer edhe në një pikë shprese për shërim. Çdo ditë qytetarët vijnë për të marrë ujë nga mulliri, sidomos për fëmijët që ende nuk flasin. Sipas Rexhepit, ky ujë i bekuar ka udhëtuar deri në Afrikë, një tregues se besimi në fuqinë e tij ka kapërcyer kufijt. Në këtë mullir vinë njerëzit marrin edhe ujë për fëmijë që nuk flasin, sebeb. Po sikur të ishte Axha Lut këtu prezent, do kishim më shumë informacione se sa unë që jap tani. Po është i njoftshëm shumë edhe vinë njerëz pika mos. Kemi pas njerëz nga Kosova, nga Shqipëria, vet ishe prezent vëllezër nga Komonova që murën ujtin për fëmijën 3 vjeçar që nuk folën, po inshallah do fole. Kështu që vijnë pika mos. Njerëz ujti që u bë ka mirë. Pronarja na tregoi para se deri në Afrikë ka mbrej ujti. E kështu që njerëzit që kanë nevojë mund vinë lirisht, për sebeb marrën ujtin, sosin punë fëmijët e tyre. Fshati Kamnjan ndodhet vetëm 8 kilometra larg qytetit të Tetovës. Mulliri është i vendosur në rrugën që të çon drejt ujëvarave të Kamnjanit, një lokacion turistik që pas pandemisë është kthyer në një ndër destinacionet më të preferuara për vizitorët. Kështu vizita në këtë mulli shndrohet në një përvojë të plotë, një ndërthurje e historisë, natyrës dhe besimit popullor që nuk shuhet.